Dëgjoni këtë hoxh anti-shqiptar islamist si e flyen flamurin kuqezi e thret Arn, Leck, Bez. Flamuri, çfarë që kam ndorë, kjo është vetëm një bez. Ja kemi vizatuar Shqiponien, mu i mjehek Shqiponien, mja vizatu diçka tjetër. E thash, kjo është bez, ose një leck. Ta ka ndryshuar 6 me 6 ylla që të është, në ngjyrën tjetër, edhe ato. Kjo është Arn, Leck, Bez. E të gjuhët pra, ky është hoxh mazlami nderuar në trojat shqiptare. A të gjuhët si e fyen flamurin e qua Arn, Leck, Bez. Pra një pëlhur pa vlerë që shërben me fshi gjanat e pista. Me këto fjalë, ky hoxh anti-shqiptar nuk ka fye veç një simbol, por ka fye gjakun e dëshmorëve, ka fye historinë, ka fye nderin e kombit ton. Por besonim, kopilat e turkut, fye njerëz si mua që mbroj flamurin pe këtyne anti-shqiptarve me gjak turku. Keni me lexuar komentet, u jap profeci, kanë më fye mua e jo këta se janë në zemër turk. Ky e fye flamurin publikisht, kurse tjerët islamista në trojet tona e përbuzin në zemër, sepse flamuri i kastriotit si simboli krishter ka kënë të merë i turqve, le bjen ndesh me vet ideologjin islame që e sheh derimin e flamurit si illujtari, e sheh si shirk, me nderua flamurin t'i bjen mkat në islam, e bën shirku dhe Allahut. Shqiponja s'përfaqëson Allahun, asumetin, ajo përfaqëson krenarin etnike, identitetin shqiptar, e për ta, kjo është mkat, është shirk, nuk mujnë me durua këta identitetin, komsin, flamurin. Për një islamist radikal, pra për ata që beson në islamin e pastër, në islamin burimor, mi u përkushtua këti flamuri në zemër, është poshtrim shpirtnor, sepse në mendjen e tyre ti e të me vendos një gjatë toksore mbi gjarat e Allahut imagjinar. Në sytë e tyre, patriot janë të verbër shpirtnisht, sepse nderojnë një copë pëlhure dhe një simbol të krijuar prej njeriut në vend që t'i dorëzohen plotësisht Allahut e t'i dorëzohen plotësisht vendimeve të Muhamedit. Por tash vjen pyetja, si u ngrit flamurin e vjon, e si kaq shumë musliman shqiptar kanë vdek për të njëjtin flamur që ky hoxh e fye? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse ata, si edhe shumica e muslimanëve në trojet tona sot, janë shqiptar në shpirt, dhe se praktikojnë islamin si që kërkon doktrina islame. Këta në shqiptar, për ata partia islame në Kosovë ka pa marrë vetëm 1%, se se duan islamin politik. Edhe sot musliman shqiptar janë kundra islamit politik e kundra islamit radikal. Antarët e lëvizjes Deçanit e shumë lëvizjet e tjera që po ngritën sot. Këto janë lëvizje kombëtare. Të gjithë këta që ju heqin janë ish musliman që i përbuzin këto ideje të islamit. Besoni, mua me përkrajnë ma shumë musliman se katolik, sepse janë patriot shqiptar, anti-islamist politik, edhe se thone me feje musliman, nuk e praktikojnë islamin politik. Ky hoxh e islamistat e urrejnë flamurin shqiptar, jo vetëm se është simboli krishter, por edhe sepse ka lidhje të thella historike, prej Konstantinit e Madh e deri te Kastrioti, i cili e përdori këtë flamur në luftë kundra perandorisë osmane, që vetë deklaronte se luftonte për umetin me titullin e kalifatit. Gjergj Kastrioti, me këtë flamur shqiptar, e shkatërroi ëndrrën islame të umetit,
ty e ndal muslimant me depërtua ma thellë në botën e krishterë, e bani këta gati për 3 dekada, që kanë tha historianët e Evropës, shpëtuesi i Evropës. Prandaj islamistët e hoxhallarët e urrejnë flamurin tonë, sepse sot islami veç mundet me andrua për umet. Në vend me nënshtrua botën, ata vetë janë nënshtrua prej fuqive si Amerika. E mire dine se kure kanë pa shansin me plëtsontra një ka analua ky flamur e Gjergj Kastrioti. Kastrioti u njoh prej papës si atleta Kristi, mbrojtësi Krishtit. Me këtë flamur e për këtë arsye, këta hoxhallar antishqiptar e urrejnë Gjergjin, e urrejnë flamurin, le mohojnë sakrificat e mira shqiptarve që vdekën për këtë flamur që ky hoxh i thot është leck. Në Arabinë Saudite, fyerja ndaj flamurit kombëtar në publik të çon deri 1 vit në burg. Por në Kosovë e në vendet tona, mazlamit, e nderojnë, e peshqeshojnë, e blejnë Mercedesa, se ka, ban çka, ka fye flamurin. Turp për ata që e njekin, e lavdi për ata që kanë vdek për këtë flamur. Amen.